Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, dashur, me shumë dashuri. Me shumë dashuri, po patjetër. Si e sot? Faleminderit, mirë. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, të dashur miq faktikisht, sepse kemi Anvisa dhe Anvisa, do me thënë femrave me shkuj. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu tek Ëndi Joni Gatimit për të filluar dhe treguar recetat që kemi përzgjedhur për juve sot. E çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë, siç e shikoni këtu, kam pul, të cilën e kam të ndarë në racione. Dhe do ta bëj krep ndryshe. Sigurisht që kemi bërë tava të ndryshme me pul, me oriz, me perime, por do ta sillim pak si më ndryshe këtë lloj gatimi sot, që do t'jetë me pul, me spec, me qep, me verë, me piper të kuqë, djegës dhe jo djegës, që kjo jo djegësi varet sipas dëshirës tuaj, hudhër, domate, ullinjë, portokale, vaj, oriz. Orizin e kam këtu, do ta nxjerrim pak më mbrapa. Do të filloj për të treguar, do me thënë të filloj recetën, dhe pastaj do tregoj recetat e tjera që dhe ato janë shumë të thjeshta, janë receta verore. Por sipas ndarjes kemi edhe 2 të tjera. Kështu? Okej, shumë mirë. Por që janë të shpejta edhe të thjeshta, janë të shijshme, të shëndetshme, ekonomike për të kaluar vaktin e drekës. Shumë mirë. Dhe filloj me një herë tani që sa të më bëhet nga njëra anë pjesa e pulës gati. Do tregoj pastaj më mbrapa recetat, pra do të hedhim këtu racionet e pulës. Shikoni këtë, e mbajta pulën sepse dua t'ju tregoj freskinë e pulës. Nëse pulën e kemi kështu, kjo është, do me thënë, si thuash, mishi më i mirë, pula më e mirë që ekziston, do me thënë. Pra edhe kockat janë të pastra, edhe në ngjyrë të kuqe kur captohen, nuk kanë ndryshuar ngjyrë. Pastaj nëse pula ka ndryshuar ngjyrë, ka të ngjyrën e errët, e dim shumë mirë që nuk është pulë cilësore. Sa do që ta zijem dhe ta hedhim ujin e parë poshtë që thojnë gratë që e zijem dhe hedhim ujin e parë, prap, nuk e kemi atë cilësinë e duhur. E drejtë. Pra është ajo që Katerina na jep si këshill gjithmonë. Edhe lëngu, do me thënë që ka ngelur, është i qartë dhe i pastër, ashtu siç duhet. Tregues të vegjël, por shumë të rëndësishëm në cilësinë e produkteve që ne zgjedhim të konsumojmë. Ndaj themi shumë shpesh që më mirë konsumojmë me që jemi tek pula më rrallë, pra njëherë ndjes në javë, por ama zgjedhim një mish të mirë sesa ta konsumojmë shpesh dhe orientohemi pastaj tek produktet më të lira, duke menduar se po kursejmë, po ndërkohë me shëndetin nuk duhet të kursejmë në asnjë mënyrë, sepse ushqimi është shëndet më pas, në të tillë përkthehet. Është ajo që themi që çfarë ham, ajo është, do me thënë, shëndet. Edhe unë jam me asaj ides që them pak edhe sakt. Më mirë, kam thënë gjithmonë, më mirë merrni 1 kg, do me thënë gjysmë kilogram mish, edhe t'jeti sakt, se sa 1 kilogram dhe nuk ka cilësinë e duhur. E vërtet. Tani ky është specë djegës. Kemi djegës dhe jo djegës. Unë do të hedh pak nga kjo. Juve, nëse ju pëlqen, mund të ta shtoni. Nëse jo, mund të vendosni, do me thënë, vetëm specin e ëmbël. Ta ullim pak të temperaturën. Pra sipas dëshirës. Ndërkohë ujin e kemi vendosur për orizin? Për orizin. Në rregull. Këtu kam orizin, tani të zëj vendin orizi, vendin e pulës. Pra do të bëjmë kavërdisjen nga të dyja anët dhe pastaj do të heqim mishin, do të fillojmë të bëjmë kavërdisjen e qepës së specit, do të shtojmë brenda, kam domate të pjekura në vaj, që nëse i keni, hidhni, nëse nuk keni, mos i shtoni, por që mundet të pikni vetë në shtëpi domate, t'i vendosni në furrë dhe t'i vendosni në vaj, që t'i keni përgatime të ndryshme dhe salata të ndryshme tani në verë, mund t'i përgatisni salata të ndryshme. Do të hedh ullinj, do të hedh edhe një portokale, të cilën do t'rregoj, do me thënë, mënyrën se si do ta bëj. Është shumë e thjeshtë si recetë, shumë e shijshme, e veçantë faktikisht për një drekë të veçantë, ashtu siç ju them unë, por jo se nuk është e mirë për të edhe në një drekë jo të veçantë. Me pak ngacmime të vogla, na sjell krejt ndryshe tavën me oriz, nga ajo tradicionale që bëhet me qepë dhe domate, por mund ta bëjmë edhe kështu për ta shijuar akoma më shumë dhe për të marrë vlera akoma më shumë. Një portokale bën diferencën faktikisht kur e hedh brenda, përveç vlera ushqimore edhe ajo si thuash shija që jep një shije krejt ndryshe. Tani, për recetë të dytë, do me thënë të radhës, unë kam përzgjedhur vezë sy me domate të freskët, por jo vetëm, do të hedhim edhe qep, edhe specë të kuqë, sepse ka një shije të ëmbël dhe lidhet shumë mirë me salsën e domates, vezët kri piper,
dhe majdanoz në fund fare dhe djath. E kam në frigorifer dhe kam haruar. Djath të bardhë. Ska gjë, ne do e vazhdojmë këtë recet besoj në pjesën e dytë, kështu që. Nëse doni mund të shtoni pak djath për ta plotësuar, ose të bardhë ose të verdhë. Domethënë kjo është alternativë. Deri këtu jemi në rregull. Nëse doni pastaj mund të shtoni djath të verdhë. Dhe patlıxhanat ç'do bëjmë? Patlıxhanat ky është një gatim i çastit sepse bëhet në moment. Domethënë nëse kemi patlıxhanat, 2-3 patlıxhan, i presim shumë në fedza, i vendosim në ujë me krip dhe i bëjmë një pjekje të lehtë në tigan që nuk ngjit me pak të vaj, sepse kur i vendosim në ujë me krip, ky është sekreti që mos të thithin në vaj patlıxhanat. Është shumë e rëndësishme, nuk është vetëm ajo që thonim neve dikur, sepse patlıxhanat tona bio kanë qenë dhe të hidhura. Ishte detyrim që të vendosen në ujë me krip për të hequr atë hidhërimin. Ndërsa tani nuk është se janë të hidhura, por që mos të thithin vaj, bëhet kjo, do me thënë, ky veprim. Dhe i them të shpes, sepse faktikisht këtu unë kam domate të freskët, edhe këtu do të kemi djath të verdh ose dhe të bardh, majdanoz, një 2-3 thelpinj hudhër, dhe nëse keni nga kjo, do me thënë, një lloj që është, si thua, mix erzash, që ato brenda kanë edhe qepën dhe hudhën dhe majdanozin dhe turmerikun dhe piperin e kuq, pra i kanë të gjitha gjërat brenda, nuk ka nevojë të shtoni as qep, as në një spec, as gjë. Do me thënë vetëm me domaten dhe me këtë miksin e erzave dhe një 2-3 thelpinj hudhër për t'i dhënë një tjetër shije dhe majdanoz, edhe pak djath të bardhë ose dhe të verdhë, e keni atë situash gatimin në qas. Do të regojnë, do të shikoni se sa shpejt që do të bëj dhe do të ju pëlqej jashtëzakonisht shumë. Janë gatime verore. Mos na digje, po është gati, është skuqur nga një rikra. E duam që të marri, prandaj dhe fillova pak më gjatë, po. Që të lënim pak kohë që të na bëheshin, domethënë. Të marrin ngjyrën, të lëshoj shijen, të thekërohet siç thotë Katerina. Më pas sopëzat e pulës do t'i largojmë nga tigani dhe do vazhdojmë me pjesën tjetër të përbërësve. Tani do t'i shtoj përsëri dhe pak piper. Të kuq të ëmbël në këtë rast? Po, është i ëmbël, më shumë të ëmbël dhe më pak të, domethënë, pikant, djegës. Pikant. Nëse e duan, domethënë anvisat, nëse kanë probleme me stomakun, me shëndetin dhe këto, nuk e hedhin. Por që ju garantoj që jep shumë shije, përveç se shijes, dhe piperi djegës ka vlerat e tija ushqimore, kështu që mirë është të shtojmë nga pak. Po, e vërtet, është dhe i shëndetshëm në të njëjtën kohë. Tani do të shtojmë këtu edhe krip. Do të hedhim piper. Do ta lëmë edhe pak, domethënë të qëndroj nga kjo, që u bë shumë shpejt gati faktikisht, se kjo është, domethënë, kur merr temperaturën e parë në tigan, kështu që më mbrapa bëhet shumë shpejt, se ka marrë temperaturë tigani tani. Po. Shumë mirë duket, momenti për t'i larguar nga tigani. Në të njëjtin tigan besoj do vazhdojmë të gatuajmë. Po. Tu tani. Okej. Shumë mirë. Iku gjysma e parë e punës. Dhe hedhim qepë dhe speca. Edhe specat, edhe qepën. Ndërkohë ka ti të shohë receta tonë? Mund të shikosh dhe përveç se sa të na zbutet qepa, i shtoj dhe pak të skrip qepë si gjithmonë atë gjësim. Dhe Anilat lutem mund të fillosh të... Po pra, të fitojmë pak kohë, se me qënë se në pjesën e parë është nevojshme t'i prezentojmë recetat që në fillim, sepse duhet t'i tregojmë edhe zonjave se çfarë po gatuajmë dhe çfarë do të vazhdojmë të gatuajmë deri në përfundim të këndit tonë të gatimit. Dhe dreka jonë sot ka nisur me një tavë pule e veçantë, pse është e veçantë, sepse do të dini një mënyrë tjetër përgatitja e saj. Kemi 6 racione pule, 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudhra, 2 speca të kuq, 10 ullinj, 5 fetëza domatesh të pjekura ose domate të thata, se ndoshta i njihni në këtë mënyrë. Na duhet një portokall, një lugë piper speci të ëmbël dhe djegës, një gotë verë, 2 filxhan oriz, 1 filxhan lëngmishi ose ujë, vaj, krip edhe piper. Shumë e shishme duket receta që nga përbërësit dhe kombinimi i tyre, ndërkohë tjetër sot do të përgatisim kim me vezë e domate dhe për këtë recet na duhen 8 vezë, 1 qep, 1 spec të kuq, 4 domate, djath të bardhë,
vaj, piper speci, krip, piper dhe majdanoz. Dhe fundit një recet tjetër e thjeshtë dhe ekonomike, por shumë e shijshme verore është patlıcan me djath. Në këtë recet ne kemi të shënuar 2 patlıcan, 3 domate, një qep mestatare, një thelpi hudhër, djath, mix erzash, vaj, krip, piper dhe majdanoz. Kjo është receta e tretë, të treja janë të thjeshta. Në fakt e para do pak më shumë për kushtim dhe po i quajmë pjatën kryesore të drekës, 2 të tjerat mund të jenë shoqëruese, mund të jenë pjatë dreke, mund të jetë një racion darke, pse jo, që mund ta përgatisni nëse konsumoni edhe dark, gatuani edhe për dark, pra. Po. Atëherë po shtoj edhe këto thelpin të hudhër, sigurisht që mund t'i shtonim që në momentin e parë, po thjesht i mbajta kështu që të tregojmë që shtojmë edhe thelpin hudhëra, janë hudhëra bio faktikisht, ndaj janë të vogla, nuk janë ato. Hudhëra vëndi, si që quajnë. Hudhëra vëndi dhe i hodha kështu të plota si që janë, nuk ka nevojë domethënë që të coptohen. Tani me radhë shtojmë edhe këto ullim. Shtojmë edhe domatet, doni prisni në pjesë më të vogla, doni lëshoni kështu si që janë domethënë dhe janë në yndyrë dhe kanë atë shijen e mirë. Po, që e kanë shumë të mirë në fakt. Dhe erdhi momenti që do ta shuajmë me verë. I hedhim edhe verën. E lëm të avulloj alkooli. Në momentin që shtojmë verën, na vjen një aromë mirë, tani vera është ajo që bën, domethënë në momentin që janë thekëruar racionet e mishit, kanë lëshuar ato lëngjet ekstraktive që themi ne që përmban mishi, edhe tani që shtuam edhe verën, ajo është që lidhen të gjitha bashkë dhe jep një shije shumë të mirë. E kemi gati atë neve dhe heqim këto gjëra tani, ja do presim dhe një portokale, do të hedhim këtu brenda, nuk do të hedhim dy. Ndërkohë, unë mendoj që është koha të kujtoj pak bashkëpunëtorët tanë në këndin e gatimit, në kuzhinën tonë të përditshme, në këtë vilën tonë ku mëngjesi nis plot me shije, jam e sigurt që shumë në shtëpi janë duke gatuar në këto momente dhe mua më vjen mirë që pasherë shkëmbejmë me njëri tjetrin edhe ide se çfarë të shtrojmë në tryezën tonë, ashtu sikurse ju propozojmë edhe produkte që ju sugjerojmë t'i zgjidhni. Jo vetëm sepse i përdorim ne, por sepse unë e di që janë edhe të preferuara tuaja. Ndaj unë do doja ta nisja me mielin, që është ndër listën kryesore të produkteve ushqimore që i duhen shtëpis, pothuajse çdo recet dhe çdo gatim mielin e ka aty, qoftë në sasi më të vogël apo në të madhe, dhe është sigurisht mielli Ola nga kompania Atlas, ajo që na i ndrin recetat, ai që na jep një cilësi aq të mirë që nga bukët, byreqet, pitet, pitullat, gjithçka që Kati na përgatit me shumë dashuri këtu në studio, ne shijojmë kaq shumë sepse kemi mielin Ola që jo vetëm ka një cilësi maksimale, por vjen edhe i ndar sipas ngjyrave dhe emërtimeve, na është lehtësuar puna duke zgjedhur mielin që ne na duhet, që nga mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli i thekrës, mielli për ballokume, mielli i misrit i bardhë apo i verdh, mielli farinat në përgatitjen e ëmbëlsirave, kështu që ju sugjerojmë pa diskutim ta keni pjesë të familjes suaj. Dhe ne sot do të gatuajmë edhe me vezë, një nga receta do të ketë atë vezën sy siç e quajmë ne, dhe sigurisht Kati na ka treguar se kur veza është cilësore në momentin që ne e hapim, ajo e verdha qëndron ashtu e plotë, e bukur, e paprishur dhe duket që në ngjyrë që kemi të bëjmë me një vezë të freskët, sepse është veza O Vital, cilësi në 4 stin, që sigurisht është veza që ne e duam fort edhe kemi çdo ditë pjesë në gatimet tona. Pak më parë përmenda atë vaktin e darkës, ku ju thash që shumë prej jush mund të konsumojnë, edhe pse darka her pas here konsideroj se ai vakti që ose ham më lehtë ose nuk ham fare, por gjithmonë ka një pikë pyetje çfarë do ham. Edhe nuk di me çfarë zgjidh ti, po për mua salçiçet janë një zgjidhje gjithmonë. Ndaj salçiçet Vudi janë pjesë e frigoriferit për vakte të shpejta, për atë bukën që fëmijët e kërkojnë në një moment të caktuar dhe ne s'kemi bërë asgjë, për një sanduiç për të marrë me vete, për një piknik, për në plazh, e sigurt që shijojnë në të gjitha orët e ditës. Atëherë, shumë mirë Anila. Ishte një shpjegim shumë i mirë dhe si thuash një informacion që i vlefshëm për anvisat. Dhe ndërkohë që dhe mua më duhej kohë, sepse duhet të avullonte këtu alkooli dhe ne jemi gati tani për të shtuar edhe domatë, më falni. Kështu në copa do ta shtojmë portokallin. Kështu siç është, po në feta, me gjithë këtë pjesën e lëkurës. Pra një portokall. Kati na pas ka ardhur shumë moderne sot në recetë. Pak më ndryshe atë thash, nuk është ajo tava që bëhet, thash që mund ta bëjmë në
një ditë, si thua, që më lidhemi të gjithë rrethinës familjare. Po të njëherë njeriu ka nevojë të ndryshoj dhe shien, jo gjithmonë atë që them makarona me mishë, jo oriz me mishë, ose tavë, ose me domate dhe këtë. E bëjmë edhe pak si më ndryshe, me pak gjëra, por ka një shije të veçantë, atë që ju thash pak më përpara. Tani nuk ka nevojë, domethënë, që të qëndroj më tepër kjo, se gjithë puna ishte për të avulluar alkooli. Tani është momenti që shtojmë orizin. Dhe e dim, pasi e kemi larë orizin, duhet të dim tjetërën që orizi është në raportin 1:2, ashtu si që bëjmë, domethënë, në të gjitha mënyrat e gatimit. Edhe në këtë rast është e njëjta gjë. E përzijmë tani këtë, të marri temperaturë, ndërkohë që jemi kujdesur pak më përpara që fura të jetë e ndezur. E kthejmë këtë në një tavë dhe vendosim direkt në furrë. Ndërkohë këtu jemi kujdesur që të kemi ujin e ngrohtë, lëng mishi, më fali, më i shkon më shumë, domethënë lëng pule ose lëng perimesh, ose dhe ujë. Unë për momentin ujë kam zgjedhur, kështu që kjo varet, domethënë, sipas ashtu. Sipas sasisë që kemi, domethënë, të mishit, nëse s'kemi shumë mish, do të përdorim lëng, domethënë, urdhon. Tani, ne duhet të bëjmë atë shkëputjen tonë. Nuk ka mundësi që ta hedhim thjesht, ta hedhim dhe ta vendosim në furrë që... A kemi kohë ta vendosim pak në furrë? Ja. Do ta vendosim në furrë. Edhe do të hedhim ujin këtu që të marrim këto lëngjet e fundit. Furrën e kemi të ngrohur. Ashtu. Pra, do t'i shtojmë ujin në raportin që ne thamë si çdo oriz tjetër 1:2. Do shtojmë edhe pulën, besoj? Edhe pulën, po racionet e pulës edhe vendoset në furrë. Sa e mirë ka për të dalë kjo. Bëhet shumë e mirë, është e veçantë dhe gjithë veçantinë e bëjnë, domethënë, edhe portokallet, por edhe cilësia e mishit të pulës. Kjo është kryesorja. Hedhim ujin lart. Edhe e vendosim në furrë, nuk besoj se fura më përpara duhet jetë e ndezur në një temperaturë 200 gradë dhe do ta lëm për 40-45 minuta. Prandaj dhe nxitoj se duhet që jo, mos nxito, sepse ne shkëputemi me të rrezikse, nuk besoj se është e nevojshme të shohim edhe se si hidhet uji, se thjesht ujë do shtojmë në tavë dhe e vendosim në furrë. Dhe kur të kthehemi, do të kemi gati një pjesë të kësaj recete, deri në orën 10 besoj do i kemi të përfunduar dhe do nisim 2 recetat e tjera. Për momentin shkëputemi pak. Mos harroni të ndiqni dhe fleshin informativ të orës 9:30, unë dhe Kati jemi këtu, vazhdojmë t'ju presim. Me tigan në dorë. Me tigan, patjetër. Nëse ishit duke na pritur, ne jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, këtu ku na keni lënë në kuzhinën tonë, por kemi kaluar në një recetë tjetër. Po, thamë për këtë recetën e shpejt me patlıcan, të cilën thamë që bëhet vetëm me patlıcan, me domate të freskët, tani më që është sezoni, domethënë pranë ver-ver, me djathë, mund të keni djathë kaçkavall, djathë të bardhë, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi, o njërën, o tjetrën, sigurisht nga pak bëhet shumë e mirë dhe e shijshme. Thash fillimisht për punën e patlıxanëve që do t'i vendosni në ujë me krip dhe thash që jo thjesht për të hequr hidhërimën, sepse që është e vërteta këto lloj patlıxan tani nuk është se kanë shumë hidhërim, nuk kanë, më shumë është për të përftuar atë që mos të thithin vaj. Kjo është shumë e rëndësishme, prandaj dhe vendosen në ujë me krip. Tani neve kemi një tigan këtu si tip skare, të cilën siç e shikoni, unë i vë i pjek. Nëse nuk e keni këtë dhe keni një tjetër lloj tigan, domethënë që e spërkasni me pak vaj, domethënë patlıxhanin dhe kaloni te zgara. Nuk duhet domethënë që të por jo skuqje në yndyrë. Është më mirë jo skuqje në yndyrë sepse është si thua rëndohen, por më jeni më kështu të mira bëjnë kështu ose mund t'i vendosin edhe në furrë. Po, atë po mendoja, po, edhe një pjekje e lehtë në furrë do të shmangte yndyrën. Kjo në varësi të mjeteve që keni në shtëpi, se nëse e keni këtë. Sigurisht, nëse e kanë mund ta bëjnë kështu, nëse nuk e kanë, sigurisht që do t'i vendosin në furrë ose në një tigan që nuk ngjit, që kanë zonjat në shtëpi. Ose ka dhe tenxhere që nuk ngjisin, domethënë si ajo to tenxhere që kemi neve atë. Që janë pak më të thella. Po, neve atë tani e përdorim gjithmonë sepse ka dhe atë, si thua, është shumë e ulët, me qëllim që të kemi mundësi që ta shohin anvisa dhe çfarë neve gatuem domethënë tek tenxheria. Tani lëm prapë neve këto që të piqen, dua që të piqen mirë, sepse në momentin që do i përfundojmë në një tigan, domethënë me kapak dhe i përfundojmë këtu, ose i vendosim në furrë. Edhe kjo është një zgjidhje tjetër, por në furrë
nuk duan shumë kohë. 10-15 minuta thjesht që të bëhet ajo bashkimi, sepse salsa do të filloj dhe do të përfundoj këtu bashkimi i tyre. Tani sa ato të më bëhen mua gati, mos të lëm kohën që të na kaloj. Bëjmë recetën tjetër. Bëjmë recetën e radhës, që do të thotë vendosim këtu një tigan, do të thënë të thellë, do të hedhim fillimisht vaj edhe me njëherë do të shtojmë këtu edhe qepët edhe këto specat. Që është e vërteta, këto lloj gatime duan pak më tepër yndyrë, sepse nuk kemi yndyra të tjera, thjesht kemi yndyrën nëse kemi vaj ulliri apo një lloj yndyre që juve keni në shtëpia tuaja. Fillimisht hedhim qepën. Edhe kam prerë kështu në fiza, sepse përpunohet më shpejt faktikisht kur është kështu në fizë, zbutet, tretet më shpejt. Prandaj ashtu, hedhim edhe specat, nuk ka nevojë domethënë që ti lëm të bëhet qepa dhe pastaj të hedhim specat, ti hedhim një herësh. Të dyja këto produktet një herësh, duke shtuar edhe krip edhe piper. Pa kujdes nga puna e kripës, sepse do të përdorim edhe djath. Djath të bardhë do kemi zgjedhur ne. Edhe këtu është mund të përdorim djath të bardhë, pak djath të verdhë, çfarë mund të pa djath fare, edhe pa djath fare, sepse do shtojmë vezët këtu. Mbetet alternative. Nëse doni t'i shtoni shije, nëse e keni qef djathin në përgatim, edhe për ta shtuar pak si më shumë, do me thënë, për të kaluar vaktin e drekës, në sasi edhe në si thua si ushqim. E kuptaj. Të jetë pak më i plot, se marrim proteinën nga ande dhe kemi më të plot pjatën tonë për kaluar vaktin e drekës, por jo se edhe kështu, sepse kemi vezët edhe atu. Në do shtojmë djathin, do të hajmë nga një kokër vezë. Do shtojmë dy kokra vezë. Kati ka logaritur edhe kalorit që do marim ne, nëse do të shtojmë edhe djathin, do shtojmë edhe vezët. Edhe nga buxheti faktikisht, të mendojmë të gjitha. Dy copa djath janë, dy copa djath që përdorim për... Mirë është i shikojmë të gjitha gjërat, të gjitha alternativat. Tani do ta lë pak këtu, tani është ajo momenti që ne fillojmë dhe punojmë në të dyja anët. Shpërndahemi. Me qëllim që të harrim edhe kohën. Një recetë kemi ende në furrë dhe është ajo receta më e plotë e ditës së sotme që duket se është bërë shkëlqyer, sa bukur ngjajnë ato portokallet ashtu nga sipër që po piqen. Po, është vërtet një recetë shumë e mirë ajo dhe e shijshme. Kështu që ato xhanat na u poqën. Ja, dhe një këthim do t'i lë këtu që të më zbuten mirë, sa të t'i kthej dhe një herë do të vetë atje që të shtojmë domatin, se nuk ka nevojë, do të zihet bashkë me domatin, edhe do t'i lëm që të bëhet kjo bashkë salsa. Ja, u zbutën. Është ajo që thash që kur i presim kështu në fiza, edhe këto specat holla, edhe qepën, zbuten më shpejt edhe bëhen, do me thënë, lidhen më mirë si salcë. Hedhim dhe domaten e freskët, të cilën në blender, ose edhe në blender, në makinë ngrirëse, ose edhe në rende. Çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi? Pjesën e kokrave, do me thënë, kam edhe një domate të cilën kam hequr pjesën e cipës dhe të farave dhe duhet që ta hedh në momentin e fundit, për ta freskuar, si thua, recetën, gatimin. Nuk e hedh tani këtu brenda, do ta lë në momentin e fundit. Edhe këto specat e vogla me atë qëllimi ke lënë? Po. Dua do me thënë që të ndihet edhe shija e specit edhe domates freskin, do me thënë e fundit, përfundimtare. Tani do ta lëm kështu që të na zihet, të bëhet gati. Dhe ta mbulojmë me kapak që të... Këtu nuk kemi spinaq, gjithmonë kur kam unë gjë jeshile, nuk e mbulojmë me kapak. Kur janë këto gjëra që nuk ka problem, mbulojmë me kapak që të bëhet më shpejt. Këto këshillat edhe sugjerimet që Kati na i jep gjithmonë për t'i patur parasysh dhe aq shumë na i ke thënë o Kati sa i kemi mësuar goxha sekrete nga ty. Për shembull, mishit nuk i hedhim krip kur e skuqim, qepës i hedhim krip kur e skuqim. Po, që të zbutet shpejt. Mishi llojqeve nuk i vëm kapak gjatë kohës që gatuan se prishin ngjyrën, spinaqi do pak lëng limoni se lëshon vitaminën C, e shikon. Peshku t'i hedhim krip kur ashtu sepse duhet që të forcohet peshku, se është i butë edhe prish formën. Kështu që atje ka mënyra të ndryshme, do me thënë për ti. Ja, pse? Në duhet Kati në kuzhinë, se për të gatuar të gjithë do gatuajmë. Në mënyrë të veçantë, zonjat e kanë pjesë të përditshme të atyre angazhimeve brenda shtëpisë, por kur mësojmë t'i bëjmë disa veprime dhe i kthejmë ato në rutinë, shpëtojmë në një farë mënyre, sepse në rastin e mishit arrim të kemi rezultatin që duam, në rastin e qepës i ndjejmë më shumë shijen, e të gjitha këto më radh. Ajo është e nxehtë, mos e hiq me dorë. Pra, i kemi pjekur patlıxhanët pa yndyrë. Faleminderit Danila edhe për kujdesin, me thënë drejtë. Po se instinktivisht dora e kap ashtu edhe
Tani do të vijoj mëtej me këtë recetë e cila... Po, thjesht bëjmë një kavërdisje, do me thënë të qepës, hudrave, domateve? Të qepës, hudrave, domateve, po unë thashë me qënë se nuk kam qep, do me thënë nuk do përdor në djathë, por kam të miksë erzash që thashë që këtu të kë miksë i erzave, nëse ju ndodhe tyve, moshtoni i qep, bëjni vetëm me domate, do me thënë bëjt shumë shpejt, me domate, të cilën do të hedhim domate, do të hedhim vaj, edhe miksin, hudrat, dhe në fund fare bëhet bashkimi, do me thënë, me këtë djatin. Bëhet një recetë shumë e thjeshtë, për 10-15 minuta edhe në tigan fillon edhe përfundon. Pra hedhim dhe këto hudrat, nëse doni kështu të plota, nëse doni. Fillimisht faktikisht ishte mirë që të hedhim hudrat, pastaj të hedhim qepën. Pa të janë të vogla, si që thamë, janë hudrat të njoma, po, por lëshojnë aromën në fillim fare tek vaj, edhe është më mirë. Hidhni hudrat përpara tek vaj dhe pastaj hidhni qepën. Domaten. Ta fiksova unë qepën të. Se e ke parasysh patlıgjane qep domate, duke të kur vikë shu bashkë. Jo, i shkon qepa këtu, po në momentin nga që do zgjedhat, kam zgjedhur këtë miksin e erzave, prandaj dhe nuk, po, që mos ta rëndoj, sepse është më thjesht kjo se ato patlıgjanët që bëjmë i marmë bajëlldi, do me thënë tjetër gjë, kjo është një recetë e thjesht e shpejt. Kjo është e momentit, e qastit, prandaj them që është një gatim i qastit. Vesh se që të bëhet i qastit anil, duhet ndezur kjo, sepse mua më fikë. I qastit, po duhet zihet, si do që tjetë. Duhet, edhe unë e kam fikur pa dashur. Jo, s'ka që nga që ka qenë ajti gani zgarës. Sa e nxetë është. Okej, iku. Tani do të lëmë edhe pak që të na reduktojnë në këto lëngjit. Paka pak tani. Paka pak. Edhe kapaku do na duhet në momentin e fundit që do shtojmë vezët, edhe do ta vendosim që të mpiksen. Ta shojmë njerë furën. Atë do të shjanë Anil, të shikojmë se si jemi këtu për pjesën e furës. Ka kaluar më shumë se 30 minuta, rreth 35 minuta nga vendosja e saj në furë. Edhe pak dhe do ta nxjerrim dhe sigurisht edhe do ta servirim atë që ta shikojmë me thënë se si. Shiko, a i shojmë dhe një recetat si kemi parë që në fillim fare. Taf pule e veçantë na duan 6 racione pule, 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudra, 2 speca të kuq, 10 ullinj, 5 fetëza domatesh të pjekura, 1 portokall, 1 lugë piper speci të ëmbël edhe djegës, 1 gotë verë, 2 filxhan oriz, 4 filxhan lëng mishi ose ujë, vaj, krip, piper. Tjetër. Kim me vezë e domate. Na duhen 8 vezë, 1 qep, 1 spec të kuq, 4 domate, djathë të bardhë, vaj, piper speci, krip, piper, majdanoz. Këto pa e gatuajmë tani, së bashku me patlıgjan me djathë. 2 patlıgjan, si që pat në impoqëm, 3 domate të grira, 1 qep mesatare, 1 thelpi hudhër, djathë, mix erzash, vaj, krip, piper, majdanoz. Receta e fundit është kjo. 2 të fundit që lexuam janë në të njëjtën kohë duke u gatuar. Doli nga furra, e shojmë një çik. Edhe do ta lëm që ta servirim. Sa e mirë ka dalë. Shumë e mirë duket. Tani Katerina do thoshte, mos e shikoni këtë tavën ansore, sepse këto tavat e bardha ku hiqe. Lëshojnë kështu cikla të vogla, sepse janë porcelani, por e bëjnë gatimin shumë të mirë ama. Edhe mbajnë temperaturën, kupton? Është edhe e thellë, kështu që shumë e mirë. Besoj se kemi, mjaftueshëm, thjesht ta pastrojmë një çik. Ka portokall, ka ullinj, ka domate të thata, ka pul të freskët, ka oriz, qep, speca të kuq, piper të kuq djegës, piper të kuq të ëmbël, ka piper të zi, do me thënë këto erzat që i shkojnë shumë, dhe pjanta është fantastike. Lezetshëm. Kemi në rregull, do me thënë këtë pjatën, le ta lëmë që ta shijojmë nga ekrani, edhe ne ta shmangim aty Anil që mos kemi këtu në të rrës. Urda, se mora unë këtë. Ja kështu. Kjo është receta, nuk e di nëse e keni mbarë këtu.
që lexuam në ekran së bashku. Është përgatitur e para për sot, sepse do pak më shumë kohë për asi në përgatitja ashtu edhe në qëndrimin në furrë, dhe tani në 10-11 minuta kohë që kemi janë mjaftueshëm për të mbaruar 2 recetat e tjera që tham janë më të thjeshta, duan më pak kohë. Atëherë fillojmë dhe hedhim. Nëse do ta kemi ta bëjmë në tigan, të njëjtën veprim do bëjmë edhe në tigan. Do lëm pak, do me thënë që të ashun në fund, vendosim patlıcanët tani në radhë. Po. Edhe një këtu. Pra bëjmë një shtrez me patlıcan dhe shtojmë sërish nga salca e domates me hudhra. Që haruam këta. Si ashtuam ne? Jo. E mirë. Ska gjë, ja hedhim tani se e mirë ajo, do kaloj edhe poshtë. Do ta marri brenda. Vetëm një letër të lutem Anila na e bëj gati, se para se ta vendosim në furrë duhet që edhe ta... Po, sepse dhe tavën e vogël e kemi njësoj si e madhja. Tani, doni djath të bardhë, doni nga ky djath, çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi, nuk ka problem për punën e djathit. Po, një shtres të holl fare do ajo, Pak. Po. Po ajo paka bën diferencën. Ky djathi që shkrim mua më pëlqen në këtë rast, se duket sikur edhe i bashkon pak me njëra tjetrën. Patjetër që i bashkon, dhe sigurisht që jep edhe shije. Edhe shije, po. Ti bëjmë edhe këto 2 të fundit. Përsëri pakës djath. Djath edhe domate dhe djath në fund fare. Po, edhe për të mbuluar edhe për të krijuar atë shtresën përfundimtare. Ja sa shpejt bëhet një pjatë. E njëjta gjë mund të bëhet edhe në tigan dhe ta mbulojmë me kapak, edhe shkrim djathi, lidhen të gjitha bashkë edhe përfundohet edhe më shpejt në tigan. Po, e kuptoj. Pra nëse nuk keni kohë të prisni. Po me qëse ne furrën e kemi gati. Me qëse kemi furrën të gati, do me thënë të ndezur, ndryshe për kundrazi do ta bënim në tigan. Të lumshënduar të gjithmonë kur e vendosim në furrë duhet pastruar. Patjetër. Se këto janë edhe delikate, faktikisht. Një kështu. Në fund fare, kur e nxjerrim pak majdanos të freskët dhe e kemi gati. Okej, pra do të qëndroj pak minuta në furrë, ne do të nxjerrim në orën 10 afërsisht për të parë deri ku ka shkuar pjekja e tavës që sapo vum. Tani besoj është momenti të kalojmë tek kima me vezë, sy, do shtem vezët tani? Çfarë kemi si? Po, vetëm vezët. Okej. Vezët djathi. Vezët dhe djathin e bardhë. Ai kam këtu. Kemi aty vezët. Okej. Kryejmë një folez. Ku do të shtojmë vezët një nga një. Janë të mira këto recetat kështu. Po, janë të thjeshta dhe të shpejta, Anila. Po. Dhe me thënë këto kimën me vezë sy, mund të bëjmë me shumë lloj gatimesh, ku në fund i shtojmë edhe vezën. Mund të zakonton kemi spinaqin, ose ku diun mishin e grirë me mishin e grirë, me këto po bëhet me presh, me vezë, me spinaq. Po, edhe me presh kanë shumë. Nuk është se është e thënë se bëhet vetëm me këto. Po. Jo, e kam fjalën që si gatim ka variante të ndryshme, ku në fund me vezën sy i japim më shumë shije, e plotësojmë. Tani patjetër që këto duan si për piper. E duan, Edhe kapak. Kapak, piper, po prisë do hedhim dhe djathin. Po. Pakës krip këtu. Po këtë domaten edhe specat? Edhe ato. Tani do me thënë. Po. Marim një glupë tjetër. Thamë që këtë nëse kanë mundësi janë visat të ta hedhin, e hedhin në rastë të punës. Po, për punë e djathit. Si pas mundësisë. Edhe domaten e freskët.
që hedhim pak tani dhe pak do ta hedh në momentin e fundit. Në pjatë? Po. Që ta shijojnë kështu të freskët. Po. Kam lënë dhe pak djathë. Po, e ke lënë për këto? Po, pak sa për kështu. Në ekran keni recetën e Kim Vezë domate, një recetë tipike verore. Në fund të nxjerrim, pasi të jetë pjekur, do me thënë të jenë pjekur vezët, nuk do shumë kohë, e spërkasim pastaj të heqim edhe këto në vesës në duhen këtu, me domaten e freskët, me këto specin, edhe me majdanuz, dhe e kemi gati për ta serviru. Me thënë duke shijuar edhe pjesën e si të tuash domate së freskët edhe të majdanozit. Ndërkohë që gati largohet për në lavaman, unë po ju kujtoj pak ku na gjeni ne, nëse na humbisni në transmetimet tona të përditshme, nëse po na ndiqni nga ndonjë kafe, nga ndonjë zyre, ndërkohë nuk na shikoni dot nga fillimi në fund, nëse shikoni një recetë të përfunduar po doni të dini se si është gatuar ajo dhe cilët kanë qenë përbërësit, ju ftoj që të klikoni në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose në Vila 24. Në të dyja na gjeni jo vetëm këndin e gatimit, por të ftuarit, bisedat, lidhje direkte, materialet e terrenit dhe gjithçka që Vila sjell çdo ditë nga e hëna në të premte në ekranin e News 24. Jemi në 4 minuta kohë, kështu që Kati mendoj se vezët duhet jenë piksur, besoj nga temperatura. Do të shikojmë tani nëse të shohim se cilën nga receta do të shërbejmë para se të largohemi. Edhe ajo në furrë. Edhe kjo, djathi ka shkrirë, por nuk ka marrë atë. Nila e di pse, sepse na është fikur soba. Është fikur, ë? Tash do më pse s'po. Se kemi harruar ta themi që ndërkohë që gatuani, ndizni dhe sobën. U bë? Tani çdo bëjmë Kati që presim. Thash shumë pse çapati kjo që nuk po. Do të jemi çapati kjo. Edhe pak piper, domethënë, do djegës, do jo djegës. Tani këtë jashtove kështu me të mbush kohën. Po. Po, thot. Po jo se dhe nuk i shkon, në momenti që kemi spec brenda, sigurisht i shkon, po ta mbulem me kapak. Hajde dhe pak sekonda nxjerrim tjetrën. Të nxjerrim tjetrën nga fura që ka shkrirë, djati ka shkrirë se e pash pak e xhami. Do ajo nuk do shumë, ajo thjesht që të lidhen se i kemi të pjekura të gjitha, salca e zier, patlıxhanet të pjekura, çfarë do të lëm thjesht që të lidhen njëra me tjetrën, të shkrijë djati dhe të shijojnë akoma edhe më mirë. Nxjerrim nga fura dhe sot ne nuk dim që të zjedhim për të gatuar. Ja, shiko sa për të ngrënë. Sa e mirë doli kjo. E shikon, këto të thjeshtat? Të qastit. Këto të qastit bëjnë më të mira. Po pra e vërtet, të mendosh që nuk ka një angazhim të madh, ama është një pjatë dreke. E bëni dhe në furrë, e bëni dhe në tigan. Është e njëjta gjë, dhe në tigan do t'i vëni shtresa duke mbushur me djathë dhe domate, i mbuloni me kapak, edhe e lëni, domethënë sa të lidhe me njëra tjetrën, se sigurisht që thamë që salcën, domate janë këto, patlıxhanet piqen domethënë më përpara, kështu që janë gati për të konsumuar ashtu siç janë. Por i bëjmë kështu shtresa me qëllim që të shijojnë dhe të na japin atë shijen e fundit përfundimtare. Le t'i hedhim dhe kësaj pak majdanuz. Sigurisht që i shkon ç'është gjëja jeshile, kujt nuk i shkon. Ja. Edhe thjemi edhe ngjyrat. Ja, një prekje e vogël, kështu i shton ngjyrë, i shton shije, i shton aromë. Le t'i pak kësaj sa të na bëhet edhe ajo gati. Gati është ajo, gati. Vezët duan shumë pak në temperaturë tashmë, besoj se janë piksur, kështu që i shtojmë në pjatë edhe vezët. E thënë të drejtën që të nxirren në pjatë këto duhen që të lëmë të qetësohen. Pa. Edhe pastaj t'i nxjerrim në pjatë. Unë mendoj Anila, s'ka problem, do ta nxjerr atje, do të shtoj këto gjërat e tjera përfundimtare. Aty në tigan. Siç janë në tigan. Ashtu e bëjmë. Edhe nuk ka problem, domethënë që ta lëm. Ashtu e bëjmë. Ajo do qëndroj, do thithë lëngjet sigurisht për punën e vezës, ja i shikojmë domethënë që janë bërë varet se sa i duam. Vezët jenë. Po, se ka njerëz që i duan kështu në fakt, pa jo të piksura mirë. Ky lloj tigani jon duke i qëndruar kështu siç është, piqen edhe akoma më shumë, domethënë ruan temperaturën, edhe s'ka nevojë që ta lëmë në zjarr, ja ta fikim dhe sobën. Bëjmë dhe kursimin e energjisë elektrike. Dhe tani që është vap edhe e lëmë të mpihen dhe e servirim. Nuk është e thënë që ta servirim kështu të përvolluar siç është. Okej, thjesht do t'i shtojmë pak domatet edhe specat dhe majdanozin dhe do ta mbyllim. Në fund fare, pastaj do shtoni këto domaten e freskët, se provojeni, thot, po pse më Katerina ti hodhe brenda domaten, pse na e bën kështu? Provojeni kështu se shikosh që do shikoni të do ju freskojnë, domethënë, do të marrin një tjetër shije. Duke i lënë pakës domatet e freskët. Okej. Shtojmë dhe specat. Edhe këto specat. Okej.
Edhe melanozin u bëme të kuq shumë tani. Ndo pak për thjerje. Ja dhe kjo tani. Okej. Të lumshin duart, Kati. Kjo është një fargesë që nuk është e thjeshtë. Kalojmë vaktin e drekës, nuk ka nevojë që të shtojmë asë një gjë tjetër. Tani një sallatë jeshile sigurisht që do t'i shkonte. Me uthull, me qep të njoma, nëse ka hudhra të njoma akoma në treg, sigurisht që shkon, do me thënë dhe bëhet një sallatë shumë e mirë dhe e shishme, edhe 2 vezë ose 1 varet si pas persona kemi. Jo, përsa persona kemi, sa jemi të mdhenjë, le të marrin nga 2 fëmijë, le të hanë nga 1. Ja, kështu. Një paketim 8 vitali që t'jeni brënda. Kati, të lumshin duart. Faleminderit e dashur, për kënaqësi që ndajmë në çdo ditë në emision bashkë. Je një Barbie vërtet ashtu si. Vazhdoj të jem. Vazhdo të jesh. Edhe duhet të jesh kështu, domethënë, e ëmbël, e bukur, e qeshur. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe miru takoshim këtu nesër në të njëjtën orë me gatime të reja, ide të reja. Mendoj të jenë të vlefshme për turizat tuaja familjare. Mirupafshim. Unë jam e sigur që janë të vlefshme, kështu që gatuani këto që propozuam sot njerë dhe nesër me gjithçka të re. Tani kemi shkëputin publicitare, sa të marrim pak kohë, të kalojmë në këndin tjetër të Vilës dhe të presim miq që do të vinë sot për një bisedë.